Situata në qytetin e Gjirokastrës paraqitet kritike si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut që kanë përfshirë zonën gjatë orëve të fundit. Dalja nga shtrati i porojit të Ficos ka shkaktuar përmbytje të mëdha në disa pjesë të qytetit, duke sjellë vërshime të fuqishme uji në rrugë, banesa dhe biznese. Lagja Varrosh është ndër zonat më të prekura, ku ujërat e rrëmbyeshëm të porojit të Ficos kanë marrë përpara një automjet parkuar pranë zonës muzeale, shumë afër banesës së shkrimtarit Ismail Kadere. Pamjet nga zona tregojnë rrugët e mbuluara nga ujë dhe dëme të konsiderueshme materiale. Përmbytje të rënda janë regjistruar edhe në lagjen e poshtme të 18 shtatorit, ku rreth 50 biznese janë përmbytur, si dhe disa shtëpi, duke sjellë humbje të mëdha ekonomike për banorët dhe tregtarët. Situata është rënduar edhe më tej nga dalja nga shtrati i porojit të Çullos dhe disa përrenjve të tjerë malor, të cilët kanë shkaktuar vërshime të forta në rrugët kryesore dhe zonat e banuara. Niveli i ujit është rritur ndjeshëm edhe në zonën e njohur si ura e Lumit, duke krijuar vështirësi serioze për lëvizjen e automjeteve dhe komsorëve. Shërbimet e emergjencave kanë qenë të angazhuara në disa ndërhyrje për të shmangur rreziqe për jetën e qytetarëve. Në bllokun e furrave në lagjen Puntori, një djalë 23 vjeç është shpëtuar mrekullisht nga mbytja, pasi u nxorr nga ujërat e rrëmbyeshëm fal ndërhyrjes së shpejtë të shërbimeve zjarr fikse. Autoritetet kanë bërë thirrje për kujdes maksimal dhe shmangje të zonave të rrezikuara. Situata u agravua edhe nga dalja nga shtrati i liçenit të Virojit, ku uji ka vërshuar në aksin kombëtar Gjirokastër-Tepelen, duke shkaktuar probleme serioze në qarkullimin e mjeteve dhe duke detyruar drejtuesit e automjeteve të lëvizin me vështirësi ose të ndalojnë udhëtimin. Autoritetet vendore dhe strukturat e emergjencave civile vijojnë monitorimin e situatës, ndërsa po vlerësohen dëmet dhe nevojat për ndërhyrje të mëtejshme në kushtet kur rreshjet e shiut mbeten një rrezik i vazhdueshëm për përkeqësimin e situatës.